Kur klienti të le bakshish dhe thot po t'i lej ty, mirë për pronari thot bakshishet janë të mijat, si duhet vepruar? A nuk duke se këtu pronari po na bie hakut, pra po na e merr hakun ton? Varet si është bërë kontrata e parë fare kur keni bërë marrëveshjen e punës. Nëse keni rënë dakord që bakshishet i merr pronari, le të thoj sa doj klienti ta komplon ty. Klienti po dëshmë të lënë diçka ta lej jashtë punës, ta sjelli ke shtëpia, po jo aty në punë. Qofse keni rënë dakord që bakshishet janë të pronarit dhe ti ke një rrogë të lartë, se bakshishet i merr pronari, mbaroi historia. E nëse ju keni rënë dakord që bakshishet që bakshishet ti marrësh ti për shkak se është dhe rroga më ulët, sepse janë llogarit edhe bakshishet, në këtë rast pronari të hyn hak dhe pronari hyn hak punëtorëve. Edhe kanë rënë dakord që të ketë një rrogë se do të përfshihen bakshishet, pastaj pronari bëhet pishman, i duket sikur fitojnë shumë. Punon shejtani, punon shumë këto muhabete. E thotë jo bakshishet do i marrun. Në këtë rast po ju ka hyn hak, po ju bën padrejtësi.